I nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqipërisë, zoti Sali Berisha, demokrat ju përshëndes duke ju uruar për një vit ri të gëzuar dhe për një vit me ndryshime të mëdha politike. Për gjatë kësaj kohe, unë, por jo vetëm unë, kemi dëgjuar shumë opinione dhe pyetje për platformën tonë të rezistencës, për foltoren tonë, dashamirëse, shumicën e tyre, por dhe dashakeqe. Megjithatë, për ato ka një përgjigje. Dashur qytetar, ne nuk jemi këtu për spektakël politik, as numrash dhe as fjalimesh. Ne jemi këtu për të kërkuar llogaridhënie, për të kërkuar drejtësi në mungesë të plot të institucioneve. Dashur miq, ne jemi këtu për të transmetuar dhe për të mbrojtur të vërtetat tona, sepse vërtetat tona janë të vërtetat e atyre qytetarve që ndjejnë thikën e mjerimit, tingulet çdo ditë e më thellë nga kjo qeverisje, dhe për këtë shkak sot 46% e tyre janë në rrezik varfërie apo në rrezik përjashtimit social. Të atyre qytetarve që mbajnë dhe psojnë mbi supe peshën e korrupsionit, grabitjeve dhe vjedhjeve, nga llogaraja deri në portin e Durrësit, nga inceneratorët tek laboratorët, nga pjesa e Unazës deri tek qaf Ploça, dhe me të gjitha grabitjet dhe vjedhjet. Është e vërteta e atyre qytetarve që shohim para syve tyre me grushtat mbledhur, talljen që i bën Rama me shpurën e tij, me lëmosh dhe me luk bosh, që ja bën me pensione qesharake, që ja bën me tigra si barake, që ja bën me satelit orbital dhe me parlament banal. Po është e vërteta atyre qytetarve që e kanë kuptuar se deri tani ja degdisën fëmijët dhe të afërmit, ndërsa sot kërkojnë të shkatrojnë familjen duke i përdosur nënën dhe babain, vajzën dhe djalin, motrën dhe vllajin. Dhe ky Rama, dashur miq, ka ndërtuar këtu atë mbretërinë e skeqes, si parajsën e vet dhe si ferrin e qytetarëve. Ai dhe shpura e tij, ballukët, agasët, mirlindat, hedhin vallën e vdekjes mbi fatet e shqiptarëve, mbi fatet e fëmijëve tyre, mbi fatet tona, ndërsa vetë notojnë në luks të shfrenuar. Po, të vërtetat tona, miq, janë të vërtetat e Sali Berishës, cilat ai mbrojti, i përballoi me durim, me vullnet dhe me qëndres. Të vërtetat tona janë të vërtetat e Partisë Demokratike, e cila me gjithë gabimet e vogla në qeverisje, me gjithë luftën për të azgjesuar atë, mbetet forca politike më sinqert, më e vërtet, që ka dhënë kontributin më të madh në gjithë atë që ne e quajmë e mira e përbashkët, e mira e vendit tonë. Dhe sot, fal kësaj qëndrese, të vërtetat tona janë pjesë të vërtetave të aleatëve tanë ndërkombëtar. Sepse jo në kot, datën 28 nëntor, që është dita më e rëndësishme e kombit dhe shtetëformimit shqiptar, Shtetet e Bashkuara, në vend të urimit, i kujtuan kryeministrit se ka ndërtuar në mes të Europës një narkoshtet me krim dhe me korrupsion. Jo rastësisht, gazetat më të mëdha, mediat më të mëdha prestigjioze e përcaktojnë Shqipërinë si një narkoshtet. Këto janë vërtetat dhe ju e dini shumë mirë se çfarë ndodh me një narkoshtet. E treguan Shtetet e Bashkuara me Maduron, me arrestimin e tij, fatin e cilit e meriton
dhe ky kryeministër. Dhe në Shqipëri ka pasur shumë pushtete, ka pasur të mira dhe të mbrapshta, por asnjë pushtet nuk ka qenë më shumë pushtues dhe kaq i paburr se sa ky pushtet dhe ky kryeministër, i cili sa herë kapet gafil në korrupsion, ai shet një ish shok, shet një ish bashkëpunëtor, ose justifikohet me fruta perime, ndërsa sot ka dal hapur në mbrojtje të Ballukut, Agasit, Mirlindës, duke dëshmuar që korrupsioni nuk është rastësi, është sistem. Dhe në krye të këtij sistemi është ky njeri, është Edi Rama. Dhe me që jemi tek fruta perimet, po në botë ka pasur Republika fruta perimesh, Republikat e bananeve. Por ato duken më dinjitoze, dhe atje demokracia fasad ka qenë, po duken më dinjitoze se Republika e krimit dhe korrupsionit, se Republika ku kryeministri merr në mbrojtje zëvendës ministren e kapur në korrupsion bashkë me atë, ku kryeministri hedh në gjyq drejtësinë e cila i ka trokitur ke porta, dhe për këtë arsye ai merr në mbrojtje këto njerëz, po mbron veten e vet. Dhe mos harroni, pas Belindës është Rama, pas Mirlindës është Rama, pas Agasit është Rama, pas Veliajt është Rama, pas Beqajt është po Rama, pas Benetit në Shkodër është Rama, pas inceneratorëve 430 milion euro është Rama, pas laboratorëve është gjithmonë Rama, pas Marsitit 160 milion euro është Rama, pas Llogaras bashkë me Unazën 450 milion euro është Rama, pas Porti Durrësit 1 miliard euro është Rama. Mos kemi iluzione, ai është ndërtesa e korrupsionit, ai është Chelsea i korrupsionit. Dhe me qënë se përfaqësoj Shkodrën, dua ta mbyll fjalën time me paksa përshkrim nga Migjeni. Në Shqipërinë tonë sigurisht kemi një kryeqytet. Në atë kryeqytet ka një ndërtesë, pa sy dhe vesh sot, e blinduar dhe e mbyllur prej kohësh dhe prej vitesh. Dhe brenda saj ka një Eden të vogël, por me luks të madh, ama të ndërtuar me gjakun dhe djersën e shqiptarëve. Dhe brenda atij Edeni gëlon një njeri, një qenie, që e quajmë veten kryeministër, ndërsa ne, shqiptarët, e quajmë autokrat. Prandaj, ai autokrat duhet rrëzuar dhe do rrëzohet. Dhe ata që do rrëzojnë, mos harroni, do jenë forca delta e qytetarëve shqiptarë dhe e Partisë Demokratike. Faleminderit. Mirëmbrëma, qytetarë dhe qytetarë, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, drejtues Partisë Demokratike, mirëmbrëma të gjithëve. Sot është një ditë e veçantë, është 35 vjetori i numrit parë të gazetës Rilinda Demokratike. Është kënaqësi që ta kujtojmë këtë datë në këtë foltore dhe në këtë shesh proteste. Duhet kujtojmë se Rilinda Demokratike ka lindur në ditët e protestave të mëdha të studentëve të dhjetorit, u rrit me vështirësi dhe me qëndresën e të gjithë atyre që e themeluan dhe e vazhduan atë gazetë si një mesazh. Rilinda Demokratike nuk ishte thjesht një gazetë, ishte një frym lirie që ndante dy epokat, epokën e komunizmit, epokën e diktaturës komuniste, e cila la pas mira, qindra dhe mira të vrarë dhe të pushkatuar për të drejtën e fjalës, dhe ky 5 janar i vitit 1991 e ndau atë epokë me epokën tjetër të lirisë. Por sot kemi fatkeqësisht shumë pak media të lira, shumë pak gazetarë të lirë. 35 vite më parë situata mediatike në Shqipëri është thuajse e ngjashme me atë të 35 viteve më parë. Sipas raportit fundit të Departamentit të Shtetit, në Shqipëri mediat, drejtuesit e mediave urdhërohen nga qeveria dhe bandat kriminale për të përcaktuar lajmet e tyre. Sipas po raporteve ndërkombëtare, sot 3 familje në Shqipëri zotrojnë 2/3 e tregut mediatik.
Dhe vetëm 1/3 është jashtë këtyre 3 familjeve. Dhe këto 3 familje janë shpallur investitor strategjik nga kreu i regjimit. Atë për çfarë media të lirë flasin ne sot për pas 35 vitesh? Raporti i fundit i OSBE-Odirit thoshte se në zgjedhjet nuk kishte raportime të pavarura, se raportimet ishin gjitha të kontrolluara nga qeveria. Pra, sot 35 vite më pas, ati 5 janarit të vitit 1991, situata është e vështirë. Vetëm pak ditë më parë, një emision investigativ nxoroi një fakt tjetër, dramatik. Kryeministri i blinte tokën antarës së gjykatës kushtetuese, kandidatës për antarë të gjykatës kushtetuese, me 2.9 milion euro nga parat e shqiptarëve, dhe këtë tokë ja dhuronte një botuesi mediash, Carlo Bolinës. Pra shikoni se ku dhe në çfarë drejgjeje është sot, jo vetëm media, po dhe pushteti që ka kapur si drejtsin dhe e kontrollon atë, si edhe mediat. Por ka edhe një farë shprese, cila shpresa. Mos harroni se në 5 janar, në janar 91, edhe një media vetëm bëri ndryshimin kundër gjithë mediave të kapura nga regjimi atëhershëm. Edhe tani ato pak gazetarë të lirë, ato media të lira që vazhdojnë të rezistojnë, të qëndrojnë, unë besoj që të bëjnë ndryshimin, do ta bëjnë ndryshimin dhe do të sjellin mesazhet e duhur për të ngritur frymën e lirisë në Shqipëri. Ka edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme. Kjo 35 vjetori i Rilindjes Demokratike, ky 5 janar kulmon ose vjen në të njëjtën kohë ku ka ndryshime, po shikojmë ndryshime të mëdha që vinë nga Shtetet e Bashkuara dhe presidenti Trump. Dhe është rasti që në emrin tim, si qytetari i këtij vendi, t'i shpreh minjorjen Shtetet e Bashkuara, presidentit Trump, për atë ndërhyrje që bëri për të rrëzuar një narkoregjim si ai i Venezuelës. Dhe mos mendoni se nuk kanë lidhje. Këta thonë që nuk kanë lidhje sot narkoregjimet. Narkoregjimet janë kthyer sot si është e njëjta situatë siç ka qenë në 91-shin. Regjimet komuniste të atëshme ranë, sot janë regjime hibride komuniste të ndërtuara me narkoregjimin. Shembja e parë, dominoja e parë e shembjes se këtyre narkoregjimeve ranë në Venezuelë. Tjetra do të jenë në Kolumbi, tjetra do të vinë në Shqipëri. Rama nuk ka shpëtim, ky narkoregjim nuk do të ketë shpëtim. Ky narkoregjim do të rrëzohet. Thonë nuk ka lidhje, po si nuk pas ka lidhje. Raportimet janë Venezuela, vendi i cili vret protestuesit, janë qindra të vrarë për zgjedhjet lira. Venezuela arreston opozitarët. Shqipëria është një vetë kushte sot. Kryetari i opozitës vazhdon të përndiqet. Varfëria në Venezuelë llogaritet që paga e qytetarëve atje mjafton për të blerë një bukë në ditë. Sot raportet e Bankës Botërore në Shqipëri thonë se 49% e popullsisë janë në prag të varfërisë. Pra 1 në 2 persona është në prag të varfërisë. Kartelet e drogës, bashkëshortja e Maduros llogaritet që përfitonte nga 100.000 deri në 300.000 euro për një ngarkesë që kalonte për një avion që kalonte me kokainë në Venezuelë. Kurse këtu ke Maduro jon, kemi edhe vllajën e Maduro që ka fabrikë kokaine. Ka pas fabrikë kokaine, kemi vllajën e kryeministit. Pra sot Maduro ka larguar nga Venezuela 7.9 milion venezuelian, ndërsa ose 25% të popullsisë, ndërsa ky që kemi këtu pas ka larguar 35% të popullsisë. Është njëjti model i narkoregjimeve që funksionon kudo. Po ju kujtoj diçka, sepse presidenti Trump deklaroi sot përsëri që radhën e ka presidenti i Kolumbisë Petro. Nuk do të ndalet kjo. U thanë që do ta bëjnë thanë që e bën këtë për shkak të naftës së Venezuelës.
O cilën naftë e Venezuelës? Po Kolumbia ka naftë? Cila është nafta që ka Kolumbia? Kush është Pedro i Kolumbisë? Është i njëjti simbol i narkoregjimeve, drejtuesve të narkoregjimeve që kemi në Venezuelë, në Shqipëri, në Kolumbi. Pedro është njeriu i cili është i përfshirë familjarisht në trafikun e kokainës. Djali i tij është i gjykuar nga drejtësia kolumbiane, i dënuar nga drejtësia kolumbiane për pastrim të parave të drogës. Dhe ka futur paratë e drogës për blerë zgjedhjet në Kolumbi për të bërë baban e tij president. Është sot njeriu i ndëshkuar nga drejtësia kolumbiane. Pra, por ka dhe diçka tjetër të ngjashme me Shqipërinë. Kolumbia është i njëjti vend i cili përsekuton opozitën dhe jo më larg se një vit më parë vrau kandidatin për president të opozitës në zgjedhjet presidenciale të Kolumbisë. Pra, shikoni se si janë ndërtuar narkoregjimet. Në Europë ka vetëm një narkoregjim, dhe ky është narkoregjimi i Edi Ramës. Nuk ka narkoregjim tjetër. DEA është instaluar vetëm në Shqipëri, me zyrë, me numër telefonit publik. Është vetëm në Shqipëri. DEA nuk është në Kosovë. DEA nuk është në Malzi. DEA nuk është as Maqedoni. Atëherë pse është vetëm në Shqipëri? Sepse vetëm këtu kemi një narkoregjim. Dhe ky ndryshim, po të them, është historik, ky ndryshim, ky vendim që ka marrë presidentin Trump për të rrëzuar narkoregjimet, është një vendim historik i ngjashëm atë të dhjetorit 90 apo me revolucionin e rrëzimit të diktaturave komuniste në vitin 1989-1990. Është një vendim historik, sepse po i merr me radhë të gjithë të shtete hibride, komuniste, të ndërtuara me narkoregjimin, të cilat kanë marrë rrugën e ndëshkimit dhe rrugën e rrëzimit. Unë besoj dhe shpresoj që Shqipëria kësaj radhe të mos jetë më dominoja e fundit e rrëzimit të narkoregjimit, por të jetë nga dominot e para që do të bjerë gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma të Dr. Berisha, vitin parë inshallah për të gjithë shqiptarët. Unë vi nga Berishi, nga Tirana. Kam kaq kohë që po kërkoj atë pyetjen orbital, po nuk po e gjej. Nuk po e gjej se kam paguajt lek. Unë kam paguajt lek gjithë në padën këta që jetë në Tiranë kam paguajt lek për pyetjen orbital që nuk po e gjej dot. Ky gjapi, ky nuk e di se ku është. Ky gjati nuk e dinte që në 2016 Shqipëria unë bollë gjitha me ashash. Nuk e dinte ky, jo, nuk e dinte ky. Ky palloshi gjatë, se palloshi e ka pakëzu kjo që kanë krah. Ajo e pakëzoi, jo unë. Unë e kam pakëzu Alibaba me 240 hajdut. 40 hajdut janë në burg, të janë edhe 200 që janë më të rrezikshëm se këta që janë në burg, janë më të rrezikshëm. Të gjithë ta, Dr. Berisha, të gjithë ta që shefti të mrapa meje, të gjithë ta e kanë nga i band nga mrapa. Unë ta garantoj. Më të rrezikshme ne ka ky palloshi gjatë. Është e banda që thot Ertan Hoxha që rrallë dalin, po kur dalin thikin derën. Është e vërtet. Po ata po dalin shumë shpesh. Ato bën si shtëpisë në Tiranë. Sa herë kanë bënë i vrasje ata, ikën pas bloku policisë. Vjen më mrapa, ikën autorët drejtim pa duhur. Nuk e dinte ky palloshi gjatë, se ça pazari po bëhet me tunelin e Llogaras. Nuk e dinte ky, si ka gjë ky. Nuk e dinte ky që rruga më e shtrenjtë në Evropë e ka shteti më i varfër në Evropë. Thoman Kashar, ë? Rruga më e shtrenjtë. Nuk e dinte ky, po ça di ky më vllaç? Unë s'po e marr vesh ça di ky. Ky s'di ka si gjë. S'di ka si gjë ky. Do të bëjësh kam edhe diçka e kam personale me ty. Të kam dëgjuar shpesh që përmend nënat me shumë fëmijë duhen respektu, ndihmu dhe nderu. Është e vërtet. Atëherë
unë vi nga zona e Zberishit, është një nën aty, komshie me mu ka rrethin e Zberishit, një nga zonat më të lakuara të populluara të Tiranës. Ka 8 fëmijë, më i madhi është 13 vjeç, dhe Skedri Drenova, që e pret burgu Drenovës, normal. Është ai konga, kjo rrugë e Drenovës, nane, atje ka verin. I ka prej ujtën e pishëm. Më i madhi fëmijë është 13 vjeç. I prende asistencën, po pas daljes time në një emision ke News 24, se janë 2 televizione që s'kan brekta, është Syri dhe News 24-ën, me gjithë fadromat, ku du në që përdorën këta, gjobat që i vunë ati, nuk e blenë dot. Është edhe Syri, për hitë vërtetës, kurse tjerët i kam blejë, e diti më mirë se mu, se ke informacione. Ate të të Berisha, ta leja ma net për zjallëmi, me jep një nga stafi jotë, vinë të shofin në qa kushtesh mjerushme jetojnë ata 8 fëmijë. Pinë uj kanali, të betohet të vi kush detave vekojnë i Zberisht. Dhe të Berisha respekte pa fund për ty. E dhe e gjithë. Mi mërëmë, doktor. Thonë Zoti hymë, të gjithë dhe ju uroj gëzu vitin e ndryshimeve. Ky vit ka ardhur me ndryshu, kini besim për këtë. Unë nuk kam që të them se para forcit i thamë gjitha. Unë dhe hyni një hulli tjetër që su përmen fare. Unë qëmë të mirë pojoni. Kam bë 21 vjetë, 9 muaj e 21 ditë burg, nga këto 17 i përën në Burrel. Shpia ime në Elbasan s'pati ropë. Nanën me i shmi më morën më quna ne ka dursi. Dhe nën për burje nuk dishim jemi gjalla, kemi vdek. Dhe qameti thëriste kujen atje ku nuk kishte kufi mo. Mirë po, duke qenë me trashëgimni speciale dhe duke pas një kujet të çuditshme prej nonës, prej njëri tjetrit, ne dolëm, ne ardhëm sot t'i themi doktorit që me të burgosunit politik duhet bo edhe me trashëgimtarët e tyre, duhet bo punë, se ky në përqau ky horë, ky s'le gjon për bo, ky blenë edhe djallën e blenë ky, kjo është djallë i vetë. E kuptoni e bëjo, sot në Shqipni gjenë, dhe më thonë, njeriun, po ta studiojmë kështu si filozofi, matë nytin botë në filozofie nuk e spjegon dot. Deri aty i ka që njerëzit e i, në ata që marrë rreth vetës. A i nuk mund të quhet njeri, a i urren kombin e vetë. A i na urren neve për vdekje, që i kemi po në ati? Unë jam në Elbasan, dalë një lagje ku jam rritë, njerëzit këthejnë kokën, shofin shtremët. Që të kam ba unë qyqarë, unë po të tregoj rrugën. Unë po të them shikama drita. Hajde me mu, të marim dritën, në qojmë rrugën. Jo, du në të rinë nërsin, du në të rinë pa bukë, por rëft e dirama, që e shoftë Zoti me gjithë ta, e shoftë Zoti e dikuashtë. Pra, unë si burgosun i ndërgjegjës, i u pojnë thirrje të gjithë. Këta kanë hy në tavolinë, po në marrin kafshat në fëmijëve. Këta po në vjedhin ne në forma nga më të degenerume. Që bëjnë këta? E bon euro 900 lekë. Po unë e kam fitu me gjakat ka dosh euro, 1400. Qish më mori muaj 500 lekë mi vodhi pri herë, e në futi parët e drogës në buxhet? Po ka gjama të të mërshme se kaq? Nuk e di si mund të spjegosh dhe si mund të drejtosh një shtet ku ti ditë për ditë menon që është të vashnosh. Në nërjet, në për këto lajme, do nërjet, thot unë, thot pensionet. Qa pensionet do nërjet e qyqarë. Po ti s'ke pensione, o qyqarë, nuk ke pensione, 100.000 lekë pension. O horë, o bandit, nuk di që me thonë. Dhe
Ky gjën e parë si puna e Enverit, ky po vret ndërgjegjen, po vret dhimbsunin. Nuk duhet thush gjinaf, se menon partia. Gjinaf s'ka. Gjinafin e di ai kopuku. Zoti në rujt për ti. Të shti, ati erdi funi. Erdi funi, dhe unë dhe ju kujtoj diçka me doktorin. Erdi doktori ke foltoria në Elbasan. Po atere ishim për i bret. A i në qefun për para, me thonë drejtë. Non grata e ku di unë drejta. E ne i thash, në gjoni këtu thash. Kjo janë dilli. Kush del në orbita e këti dilli, do neli shkam pa vlerë. Nuk ka vlerë më fare. Pranoj. E në aty në qikanika, aty në zuzarve, u them frenohuni. Mëllë një gojnë qenë bjeqensh, se jeni në rrugë të gabume, nuk e shifni që sa largoni për e këti dilli, ngelni si plehen në rrugës, nuk ju pyet djeri mos e një gjallë. Gjitha ta aktivitet e shkel me kam të tuja. Nuk o marrë vesh të unë. Ja dilli. Doktor Trosh. Shqy që e kemi. Miru pafshim me ndryshime, me heqen e plehut se qelbi dë njonë. Mi mbrëma të gjithëve, unë jam doktorer Silvana Bajrami në profesion mjeke veterinere dhe sot tu jam për të sjellë në vëmendje ku Shqipëria sot po përballet me një krizë të thellë të interesit publik që kemi sigurinë ushqimore. Pasojat janë të rënda dhe të prekshme çdo ditë. Shqiptarët jo vetëm që grabiten dhe po dhunojnë institucionalisht, por edhe po ekspozohen sistematikisht ndaj rreziqeve shëndetësore. Siguria ushqimore ndodhet në një alarm kombëtar. Produktet ushqimore të kontaminuara me pesticide të ndaluara, metale të rënda, me toksina dhe ndosit e tjerë të rrezikshëm, përfundojnë në tryezat tona, në tryezat e familjeve shqiptare. Skandalet e njëpasnjëshme të produktet bujqësore dhe ushqimore janë jashtë çdo standardi të sigurisë ushqimore. Kjo vjen në rrezik të gjithë shëndetin publik, na vendos në rrezik edhe ne në të përditshmërinë tonë. Kjo ndodh sepse për regjimin e kësaj qeverie prioritet nuk është jeta dhe shëndeti i qytetarëve, por mbrojtja e interesave klienteliste të importuar dhe monopole që kanë dëmtuar tregun, kanë shkatruar prodhimin vendas dhe po falimentojnë bujqësinë shqiptare. Bujqësia shqiptare ka vajtur në pikjat, është në mëshirë të fatit. Rikujtojmë këtu fondet i parë, të cilat u krijuan skema të sofistikuara dhe përveç vetëm të fermerit të cilët duhet të shkonin këto fonde, atje nuk përfunduan. Çdo ditë vënesme marrjen e masave efektive është një ditë me më shumë rrezik për qytetarët. Nëse bëjmë një krahasim të vendeve të rajonit për mbështetjen e fermerëve, të krahasuar të me Shqipërinë, lë shumë për të dëshiruar. Fermerët aty kanë subvencionime për krerë, për fermat e tyre, për tokat bujqësore, për serat, për teknologjitë e fundit, ndërsa në Shqipëri është inekzistente, është lënë totalisht në arrest. Mbrojtja e shëndetit publik dhe garantimi i sigurisë ushqimore është e drejtë themelore e çdo lloj qeverie. Ndaj, largimi i këtij regjimi nga pushteti nuk është thjesht një domosdoshmëri politike, por është një mision historik që do mbetet në jetët tona, për shëndetin dhe të ardhmen e gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Përshëndetje, gjithë Tiranës dhe Shqipërisë, qetësor Brauna Skarpari. Përshëndes në radhë të parë doktor Sali Berishën, që fjalën e dhen e mban. Ndërsa ky legeni i ka bërë njerëzit servila, fjala zakoni është më fort nga ligji. Ne i kemi humbur vlerat nga Edi Rama, nga ky legend. Ka marrë këtu të sheshi,
Se halli jonë e deshi këtu të sheshi, ta heqim që këtu të sheshi. Ta heqim këtu të sheshi me forcën e popullit. E kemi këtë vlerë të shtuar dhe thot e ka faj Saliu. Saliu ka kërkuar dhe ndjes dhe falje se njeriu bën gabime. Dersa ai s'di të thot njeriu post tha më fal dhe të lutem nuk është njeri. Ai është maskara. I bëj thirrje spakut, kreu të spakut, ta hetoj në detyrë. Da e ka krijuar Amerika që ekzistojmë si shtet neve, se do kishim humbur. Ky diktator, ky është diktatori i fundit. Ky është mi keq nga Enveri, nëse më lejoni, do të tregoj një histori nga të parët tanë. Dhe të parët tanë ishin më të zgjuar nga ne, nuk jemi më të zgjuar ne. Këtu e 30.000 vjetë më para nuk ka ndryshuar truri, po ka ndryshuar teknika. I kanë të gatshme ky breziri, që nuk del këtu po mbas e hirë në kafene. Të parët tanë vinin Korçë, se unë kufizoj me Korçën, me Përmetin dhe me Ersekën, Lugina. Vinin dhe tregonin një histori. Ishte e jetuar. Në mort, një njeri, se njeri u ka dhe pjesën e djallit brenda, i shikonte të varrosurit, vinte në varrim, i shikonte, i çvarroste natën dhe i kthente përmbys lakuriq. Më vonë, ky sjetoi me dhe la një djalë. Djalin u bet 18 vjeç dhe me të drejtë Zotit kërkonte t'jatin, nuk e zinte njeri në gojë. I tha mojneni ta, pse baban tim nuk e zën gojë njeri ta? As për mirë, as për keq. I tha si zemre nënës, se ne nuk ja u dim lerën grave shqiptare. I tha, orë birë, më mirë të mos të them fare, i tha. Kishte një huq të keq, i tha. Po çfarë, i tha, ma trego? Këtu ja tregon historinë si që shpjegova. Mirë se ja tregoj u fshatit, tha. Ky merrte pjesë në ceremoni mortore, varroshin njerëzit, u merrte stolite, çfarë hidhnin atje, çfarë e kostume, i kthete përmbys, u fuste edhe në një hunë me ndere, më falni për fjalën. Dhe Rama, ky është, ky, edhe socialistëve u ka futur në një hunë me ndere, po këta se kuptojnë. Dhe këta janë pakica, dhe thot, kanë 83 mandate, ku i gjete më maskara? Po pushtetit konsumon, sa vjene i rrit. Ky është komunist i fundit. Ky mirë që se le NATO, se ky do fuste edhe ushtrim. Po është vlerë Saliut që na futi në NATO, e doktorit. Se ky dhe ushtrim do fuste. Ky është sadist. Ky kënaqet me fatkeqësinë e të gjitha streshave sociale. Që në familje nuk duhet të ndërhyjnë jetën private. Ky ka dhe shembullin e keq. Ky është sadist. Ky na humbi vlerat e grave tona, që se u dim vlerën. E beri Balukën, e beri Lesheli. Ajo tjetra i thot Skënderbej. Ku krasoj ky me Skënderbeu me si ma i Kemalin. Po nuk do heqim Balukën e të numrojmë numra. Këte do heqim të parin. I them edhe një spakut. Kreu të spakut. Është nga është, a i beri detyrën a i pari sa që beri, ky ta vazhdojmë shumë dhe ta gjukoj në punë. Me mandate të vjedhura, ku ka liq. Nuk duhet qeverisi, në asnjë mënyrë nuk duhet qeverisi. Se sa vjen e shton malin me vjedhje. Dhe u bë një thirrje, të më falni, jo të përçar. Lapajnë e morën Iran me bidona me se Iran. More interesat janë të përbashkëta, të gjitha shtresat sociale janë prekur. Ky mandat e ti vjetë, ky sa më shumë konsumojt më ashtu, dhe të regonem i me zgjedhjet me tallava, turp, me gra, me tallava. Ky ka humbur vlerat e kombit tonë. Dhe, si përfundim dua të them, nuk do të shpërdoroj fjalën e Sali Berishës, ja ka marrë takime te. Nga Shkodra, që ka lënë martirët e demokracisë, nga Vllora, nga qyteti i Framurit, të ngrihemi të tërë, se kur dalin policat që isha radhën e parë, si kur dalin a dalti.
ta shpërqendrojnë dhe o e heqim ne, o jo. Jo Maduro, jo këto. Forca e popullit. Ne i kemi qëndruar ushtrive dhe keqja na ka ardhur në armiqt e vendit. Në armiqt e vendit. Dhe, si përfundim duat të them, Konica ka thënë, ne Shqipërinë do ta bëjmë dhe për inat shqiptarë. Unë them se ne do ta bëjmë Shqipërinë dhe për inat komunistëve. Ky është diktatori i fundit. Ju falemderit për kohën që më dhatë, falemderit doktor Sali Berisha. Me mbroma dashur qytetar, me mbroma qendrestar, me mbroma i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, doktor Sali Berisha, me mbroma të nderuar deputet Partisë Demokratike. Unë sot do mbaj një fjalë drejtuar atyre që na ndjekin nga ekrani, që nuk janë këtu prezent me ne. Të nderuar qytetar, të nderuar prindër, të rinj, biznesmen, punëtor, pensionist, vëllezër dhe motra shqiptar. Sot është foltorja e parë për vitin e ri 2026, i cili nisi me zhvillime shumë të rëndësishme ndërkombëtare, me lajme të këqija për diktatorët dhe autokratët, por me lajme të mira për qytetarët që kërkojnë demokraci, liri dhe zgjedhje të lira dhe demokratike. Një narko-autokrat, si Nicolas Maduro, u arrestua nga forca speciale të ushtrisë amerikane. Një mesazh shprese për qytetarët se narkoshtetet nuk mund të zgjasin për gjithmonë dhe ato e kanë një fund. Ajo ngjarje duhet shërbej edhe për të frymëzuar njerëzit e lirë dhe të ndershëm në Shqipëri, që të reagojnë ndaj padrejtësive, keqeverisjes, korrupsionit galopant dhe shpopullimit në narkoshtetin e krijuar nga Ra Maduro i Shqipërisë. Ne duhet të kërkojmë të mblidhemi të gjithë këtu jo si të majt apo të djathtë, as si socialist apo demokrat, por të mblidhemi si qytetarë shqiptar të një vendi që po vidhet, që po keqeveriset dhe po zbrazet çdo ditë. Ne duhet të mblidhemi e t'i japim një shkelm qeverisë, sepse po pengon drejtësinë të bëjë punën e saj. Prokuroria e posaçme ka dorëzuar një dosje me 10.000 faqe prova ku akuzon zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës për shpërdorim të parave publike, gati 1 miliard euro të taksapaguesve shqiptar. Ka kërkuar heqjen e imunitetit për të arrestuar sepse ekziston rreziku i prishjes së provave. Por kryeministri Ra Maduro, për herë të parë që prej kohës që është në pushtet, nuk e dorëzon një bashkëpunëtore të saj dhe e mbron nga drejtësia. E zvarrit procesin, e çon çështjen në gjykatë kushtetuese, sepse nuk po mbron ballukun, por po mbron veten e tij. Në dosje dalin fakte shumë të ndritëse. Pagesa për mediat për të mbajtur linjën editoriale, tendera të paracaktuar para se sa të shpalleshin, shtet i kthyer në bankomat për një grush njerëzish. Dhe si të mos maftonte kjo, del në pa edhe ajo që u denoncua nga ish bashkëpunëtori kryeministrit Rama, Arben Ahmetaj, lidhja e pushtetit me krimin e organizuar. Sot akuzat që dikur u quajtën shpifje dhe jo reale, por rezultojnë të vërteta. Kjo nuk është një aferë izoluar, por është një provë se një sistem është ngritur, një sistem që duhet ta shëmbin me bashkimin tonë. Ky sistem anti-shqiptar, anti-kombëtar, ka detyruar gati 1 milion shqiptar të largohen nga vendi. Një sistem që ka boshatisur rinin. Sot vetëm 22% e popullsisë janë nga grupmoshat 15 deri 29 vjeç. Një rënje dramatike nga viti 2011. Sot, domethënë nga viti 2011 deri në vitin 2026 janë 40% rënje e popullsisë të re 15 deri 29 vjeç. Një sistem që ka larguar 47% të diplomuarve, duke hequr këtij vendi trurin dhe shpresën. Na premtuan shëndetësi falas, sot kemi korrupsion dhe spitale në kolaps, pa ilaçe, pa poltrone, ju sjell në vëmendje gjendjen e spitalit onkologjik. Na premtuan një arsim cilësor, sot jemi të fundit në rajon. Ju sjell në vëmendje raportet e PISA-s për nxënësit shqiptar. Na premtuan ujë 24 orë, e pam çfarë ndodhi në Vlorë, për një manikot, për ta riparuar defektin. Një manikot që mungonte në magazinat e ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve, la Vlorën 5 ditë pa ujë. Apo gjithë ato familje që ndrimin e vitit e pritën pa energji elektrike. Na premtuan mirëqenie ekonomike. Sot kemi çmimet më të larta të shportës së ushqimeve.
çmimet më të larta të apartamenteve dhe ndërtojmë rrugët më të shtrenjta se kudo në Ballkan, me cilësinë më të ulët. Kjo qeveri ka dështuar dhe më keq akoma ka humbur çdo të drejtë morale për qeverisur. Edhe pse sot flitet për narkodiktatura që bien, ndryshimi nuk vjen vetëm nga jashtë. Ndryshimi vjen ku qytetarët ngrihen bashkë, pa urrëtie, por me vendosmëri, me bashkim dhe me guxim, të ngrihemi sot, të mos protestojmë për një parti, por të protestojmë për Shqipërinë, për dinjitetin ton, për fëmijët, për të ardhmen që na është vjedhur. Prandaj bëj thirrje çdo shqiptari, atyre që kanë votuar majtas, atyre që kanë votuar djathtas, atyre që nuk votojnë më nga zhgënjimi. Janë të gjithë së bashku, sepse të gjithë jemi vjedhur njësoj, të gjithë jemi ke qeverisur njësoj, dhe vetëm bashkë mund ta ndryshojmë këtë realitet. Ky është çasti i dur, çasti i qytetarëve shqiptar, ky është çasti i Shqipërisë. Dorëheqje, qeveri teknike, zgjedhje të lira dhe demokratike. Këto janë kërkesat tona. Duke kërkuar të mbyll fjalën, dua t'ju uroj të gjithë nga zemra një vit të mbar për gjithë familjet shqiptare dhe qoftë ky vit i ndryshimeve të mëdha. Kam nderin dhe kënaqësinë që fjalën t'ia kaloj kryetarit të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishës. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta, urimet nga zemra për secilin prej jush, për të gjithë opozitarët dhe të gjithë shqiptarët, për një vit të mbar, vit i lirisë, vit i rikthimit dhe i triumfit të vlerave që ne besojmë, të vlerave themelore të njeriut në këtë vend, në këtë tokë, të grabitura, të shkelmuar, të përzëna në mënyrën më të egër nga njeriu që është bërë simbol i diktatorit të Venezuelës dhe që quhet tashmë në të gjitha kontinentet Ramaduro. Miq, në trashëgimin ton të lirisë, sot ne kremtojmë një datë ndër më të shënuarat, 35 vjetorin e hapjes e botimit të gazetës parë opozitare pas 45 vitesh monizëm total. Kjo në të vërtet është festa jo e një gazete, është festa e pluralizmit mendimit, është festa e fjalës së lirë, është festa e jetës, e cila pa fjalën e lirë është një jetë shkredetir, një jetë pa dinjitet. Ndaj dhe unë duhet të shpreh nderimin tim më të madh, respektin më të thellë për të gjithë ata të cilët 35 vite më parë, me natën e 5 janarit, bën të mundur publikimin e gazetës Rilindja Demokratike, si zëdhënëse e fjalës së lirë, si gazetë e interesit kombëtar, e vokacionit perëndimor të kombit tonë. Të dashur miq, sot ne kremtojmë të datë në kushte kur fjala e lirë, mendimi i lirë janë më të dhunuara se kur në 35 vite, në një kohë kur mediat e kontrolluara nga qeveria janë shtruar instrumentet të mafjes së fjalës së lirë, të plaçkitjes tuaj, të mashtrimit të qytetarëve, janë shtuar në zëdhënëse të krimit qeveritar dhe organizatave kriminale qeveritare, karteleve të drogës, organizatave kriminale të shqiptare. Kur ndonjëherë kartel të drogës, organizatat kriminale
nuk kanë patur në dorë sa të kanë sot në Shqipëri serialin e medjave të kontrolluara prej tyre. Këto media çdo ditë shpërndajnë me valët, me portalet, me shkrimet, me ekranet, me studiot, mashtrime, manipulime dhe trillime për qytetarët shqiptar. Një lloj si në diktaturat më të zeza, direkt apo indirekt, glorifikojnë të keqen, justifikojnë të keqen, zulmojnë të keqen. Por sot, përsëri, në panoramën mediatike shqiptare, ka gazetare dhe gazetar trima e guximtar, të cilët bëjnë gjithçka në kushtet mërësisht të vështira, të paguar dhe të papaguar, që thonë ju të vërtetën, bëjnë çdo gjë, të hetojnë krimet e shëmtuara të qeverisë dhe organizatave të saj. Ndaj dhe le t'u shprehim ne nderimin më të madh atyre për punën që bëjnë, për të gjithë ata gazetar, ata analist që me sakrifica, me guxim, shprehin të vërtetat e hidhurat këtij regjimi. I garantoj ata sot në këtë ditë se programi i Partisë Demokratike ka në themel lirinë e fjalës, dinjitetin e tyre, lirinë e mendimit. Miq, viti 2026 ngjason shumë në histori me vitin e erëzimit të diktaturave komuniste njëra pas tjetrës. Sot, diktaturat më të përhapura janë narkodiktaturat dhe autokracitë elektorale. Lavdi Zotit, ushtria amerikane, qeveria e Shteteve të Bashkuara në një operacion më të përsosurin në histori, arrestuan dhe nxorën sot para gjyqit Ramaduron e Venezuelës apo Maduron e Venezuelës. Mediat e majta të kontrolluara nga qeveria në Shqipëri, nga mëngjesi deri në darkë, u bien borive se u shkel sovraniteti, se kjo shkeli ligjin ndërkombëtar. Miq, dhunuesit më të mëdhenj të sovranitetit të kombeve, dhunuesit më të mëdhenj të ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, janë diktatorë dhe diktaturat. Rrëzimi i tyre është respekti më i madh për ligjin ndërkombëtar, ligjin kombëtar, për qytetarët e vendeve të shtypura. Nuk ka sovranitet vendi në të cilin zgjedhjet zëvendësohen me farsë elektorale. Narkodiktatori apo diktatori që shton zgjedhjet në farsë, shkelmon dhe asgjëson sovranitet e kombit të tij. Ai nuk meriton një ditë të qëndrojë në pushtet. Presidenti Trump nga gjetgjer sot ka përsëritur se ti Maduro je i pari, të tjerë do vinë mas teje. Dhe u ka dërguar mesazhe njëri pas tjetrit. E vërteta është se ky akt solli ngritës të madhe të merë terror dhe ferr në Surrel. Edi Rama
ngriu. E ky që dje podcastin e ti mashtrojmë, se qeli një fjalë goje, publikoj një artikull me emrin e 2 mashtruesve ordiner të ti, Endri Kajsiu, në të cilin thoshte, jo, mos kujtoni se jam Maduro, sepse Shqipëria nuk ka naftë sa Venezuela, sepse Shqipëria kështu ashtu, tani u themun ju. Pse ky është Maduro? Pse ky është Maduro? Sepse ky, një lloj si Maduro, ka shtruar zgjedhjet dhe farsë elektorale, mandatet e tij qëndrojnë mbi krimin, ka marrë mandatet opozitës. Ky është një lloj si Maduro, sepse ky është i lidhur direkt me kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Ky kontrollon me françopjat e tij çmimin e kokainës dhe tregun e saj në Europë. Ky është sa Maduro për shqiptarët, sepse në qoftë se Maduro ka përzar nga vendi i tij 20% të popullatës me varfëri dhe mjerim, Maduro ka përzar nga Shqipëria 40% të popullatës. Ky është më keq se Maduro, sepse në qoftë se Maduro preferon të dha pijet e forta, ky preferon verat 33.000 euro shishën. Imagjinoni ju, imagjinoni se ç'është ky. Dhe me lindat e tij vjedh qindra milion euro nga akshi. I zhduk ato në drejtime krejt të paditur. Në qoftë se Sicilia e Maduros mirë të taksa për avion të drogës, Olsira i Maduros instalon të fabrikën e parë të drogës në Xibrak. Miq, a e kuptoni pra pse thoshte ky sot dje në artikull, mos kujtoni se jam Maduro, mos kujtoni se jam Maduro. Jo, je Maduro. Natyrisht, do t'i them këtu se ne nuk presim që forcat Delta të zbarkojnë në Surrel, se do zbarkojnë Deltat tonë. Ja ku i kemi Deltat që do zbarkojnë në Surrel. Ja këtu i ke Delta thram. Këta Delta që ke këtu përpara pritin Surrel sa po të marrin urdhrin. Atje do i kesh. Po një gjë, një lloj si Maduron, edhe ti në sallën e gjyqit do përfundosh. Bashkë me lindat, Belib, Lubit dhe të gjithë suitën tënde. Për këtë e siguroj. Pra, ky është një vit i madh për ne. Ky është viti në cilin ne do triumfojmë. Populli opozitar do triumfojë. Shqiptarët me dignitet do të përmbysin diktaturën e shëmtuar, të urryer, që u instaluan mbi ta, dhe përsëri do të jenë një popull i lirë. Me energjitë e tyre do ndërtojnë tathmen, të sotmen dhe tathmen e tyre. Edhe një herë gëzuar vit në ri. Ju garantoj se betejë jo ndalet që vetëm me fitoren e opozitës. Gëzuar, faleminderit.